Një alarm për meningjitin është ngritur së fundmi në Angli, ku autoritetet shëndetësore kanë raportuar rritje të rasteve sidomos tek fëmijët dhe të rinjt. Kjo ka rikthyer vëmendjen ndaj një sëmundje të rrezikshme që në shumë raste zhvillohet shpejt dhe mund të jetë fatale nëse nuk trajtohet në kohë. Por çfarë është meningjiti? Meningjiti është një infeksion që prek cipat mbrojtëse të trurit dhe palces kurrizore, të njohura si meningje. Ai mund të shkaktohet nga baktere, viruse, por edhe më rrallë nga kërpudha. Forma më e rrezikshme është ajo bakteriale, e cila mund të përkeqësohet brenda pak orësh dhe kërkon trajtim urgjent në spital. Simptomat shpesh ngatrohen me një grip të zakonshëm në fazat e para. Temperaturë e lartë, dhimbje koke, të vjella, ndjeshmëri ndaj dritës dhe ngurtësimi i qafës janë disa nga shenjat kryesore. Në rastet më të rënda mund të shfaqen konfuzion, përgjumje e thellë, krizë epileptike apo edhe njolla në lëkurë që nuk zhduken kur shtypen, një shenjë alarmi që kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Autoritetet britanike kanë theksuar se rritja e rasteve lidhet me përhapjen më të lehtë të infeksioneve pas pandemisë, kur kontaktet sociale janë rikthyer në nivele normale. Fëmijët, studentët dhe personat që jetojnë në ambiente të përbashkëta janë ndër më të rrezikuarit. Por, si mund të mbrohemi? Mënyra më efektive është vaksinimi. Ekzistojnë vaksina që mbrojnë ndaj disa prej formave më të rrezikshme të meningjitit bakterial dhe në shumë vende janë pjesë e kalendarit të detyrueshëm për fëmijët. Përveç vaksinimit, higjiena personale luan një rol të rëndësishëm. Larja e duarve, shmangja e kontaktit të afërt me persona të sëmurë dhe mos ndarja e sendeve personale, si gota apo lugë, mund të reduktojë rrezikun e infektimit. Po aq e rëndësishme është edhe reagimi i shpejtë. Nëse shfaqen simptomat e përmendura sidomos tek fëmijët, duhet kërkuar menjëherë ndihmë mjekësore. Koha në këto raste është vendimtare. Po situata në Shqipëri? Edhe pse nuk kemi pasur shpërthime masive si në disa vende të tjera, meningjiti nuk është një sëmundje e panjohur në vendin tonë. Çdo vit raportohen raste sporadike kryesisht tek fëmijët. Sipas të dhënave të viteve të fundit, Shqipëria ka një numër relativisht të ulët të rastesh krahasuar me vendet europiane, por ekspertët theksojnë se vigjilenca duhet të jetë e lartë. Vetëm vitin e kaluar janë raportuar disa raste që kanë rikthyer diskutimin mbi rëndësinë e vaksinimit dhe diagnostikimit të hershëm. Mjekët infeksionistë theksojnë se sfida më e madhe mbetet ndërgjegjësimi. Shpesh simptomat neglizhohen ose ngatrohen me sëmundje të tjera duke vonuar trajtimin. Në një kohë kur lëvizjet ndërkombëtare janë të shpeshta dhe viruset apo bakteret përhapen më lehtë se kurrë, rritja e rasteve në Angli shërben si një sinjal paralajmërues edhe për vendet e tjera përfshirë Shqipërinë. Mesazhi i ekspertëve është i qartë: informimi, vaksinimi dhe reagimi i shpejtë mund të shpëtojnë një jetë.